أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimet dhe lavdrimet I takojnë vetëm Allahu Gjelle Gjelaluhu, krijuesit të gjithësisë. Vetëm prej Tij falje dhe rahmet, bereqet dhe mëshirë kërkojmë. Allahun Gjelle Gjelaluhu e falenderojmë që na bëri ndër krijesat më të zgjedhurat të Tij. Na bëri të jemi pjesëtar të ummetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Salavatet dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e Allahut, mbi vullën e pejgamberisë, mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të sinqert dhe besnik, dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndoqën janë duke e ndjekur dhe do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira, begatia Allahut qoftë mbi ju, shikues të nderuar. Gjatë këtij muaji të shenjtë, të muajit të Ramazanit, mesazhi im I cili unë dua ta rrëfej është qëllimi I jetës në këtë botë. Për këtë arsye do të flasim se Allahu Gjelle Gjelaluhu ka krijuar qiejt, ka krijuar tokën, ka krijuar detrat, ka krijuar kodrat apo malet. Për këtë e kemi ajetin kuranor ku Allahu Gjelle Gjelaluhu na drejtohet edhe na thot: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayati li ulil albab. Sadaqallahul azim. Në krijimin e qiejve edhe tokës, në ndërimin e natës edhe ditës, ka argumente për ata të cilët mendojnë janë të mençur. Çka nën kuptojmë nga ky ajet kuranor? I gjithë I tëri ky krijim vetëm nuk është rastësisht, por është një qëllim shumë I madh. Është qëllimi vetëm për krijesën njeri. Parashtrohet pyetja, pse Allahu na krijoi neve? Për këtë na argumenton në ajetin kuranor ku I Madhi Zot thot: Bismillahirrahmanirrahim. Në krijimin e qiejve të tokës dhe në ndrimin e natës dhe ditës, me të vërtet ka argumente për ata të cilët mendojnë. Allahu Gjelle Gjelaluhu e krijoi njeriu, e përsosi, e dalloi nga të gjitha krijesat tjera me mendjen e të menduarin, e bëri një krijesë shumë të mirë. Për këtë Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'anin famëlart, në suratut Tin, na drejtohet edhe na thot: Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Me të vërtet ne e krijuam njeriu në formën më të bukur. O njeri, parashtrohet pyetja, unë dhe ti, pse jemi krijuar në këtë botë? A është çdo gjë e rastësishme? Jo, jemi krijuar për një qëllim të vetëm, për njohjen e krijuesit, për njohjen e Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe njohjen e vetes tonë. Qëllimi I jetës në këtë botë nuk është I rastësishëm, por është adhurimi I Allahu Gjelle Gjelaluhu. Krijuesi I gjithësisë në ajetin kuranor na drejtohet edhe na thot: Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surja e Dhariyat, ajeti 56. I kam krijuar gjindet edhe njerëzit që të më adhurojnë mua. Çfarë nuk kuptojmë nga ky ajet kuranor? Nuk kuptojmë adhurimin, bindjen, përkushtimin ndaj urdhrave të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Ashtu siç Allahu Gjellëshanuhu na urdhroi me urdhra ndaj krijuesit, ashtu Allahu Gjellëshanuhu na urdhroi edhe me urdhra ndaj krijesave tjera apo ndaj njerëzive. Pra, në këtë botë ne jemi vetëm që të bëjmë vepra të mira, që të nënshtrohemi urdhrave të Allahut dhe që të jemi të mirë edhe me njerëzit, që të bëjmë vepra të mira. Për këtë e kemi ajetin kuranor në suratul Mulk ku Allahu Gjelle Gjelaluhu na drejtohet edhe na thot: Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahu e krijoi vdekjen edhe jetën vetëm
që t'ju sprovoj juve se kush nga ju do të bëj më shumë vepra të mira. Allahu është më bujari dhe më ngadhnimtari. Me këtë qëllim, Allahu xhalla xhelaluhu na i tregon se në këtë botë jemi të vetëm kalimtar, se në këtë botë jemi për të bërë vepra të mira, qofshin ata adhurim ndaj Allahu xhaleshanuhu apo qofshin obligimet të cilët i kemi ndaj njerëzive. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na urdhëron neve që të jemi të devotshëm ndaj tjerëve, na urdhëron në bamirësi, kurse Allahu xhaleshanuhu na urdhëron në respektin edhe ndaj prindërve. Për këtë, qëllimin e jetës tonë në këtë botë duhet ta kuptojmë thelbin, fillimin edhe mbarimin, destinacionin ton se ku duhet ne të shkojmë, se nga ku jemi orientuar të shkojmë. Siç Allahu xhaleshanuhu na ka premtuar shpërblimin, xhenetin, nëse ne bëjmë vepra të mira, ashtu edhe e kemi edhe ndëshkimin apo xhehenemin në qoftë se ne nuk u përmbashemi kushteve apo rregullave të cilët i ka dhënë Allahu xhelaluhu. Në këtë botë kalimtare, njeriu duhet të bëj vepra të mira sepse ato llogariten. Nga kur fillojnë veprat të shkruhen, e kemi librin ton, cilët duhet ta përmbushim me veprat tona të mira. Ajo është gjykim ndaj ditës kur do të japim llogari, kur do të dalim përpara Allahu xhelaluhu. Për këtë e kemi në surën Isra, ku Allahu xhaleshanuhu na drejtohet edhe na thot: Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulle insanin elzemnahu ta'irahu fi unuki dhe nukhriju lehu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Sadakallahu al-azim. Allahu xhaleshanuhu me këtë ajet na thot neve se çdo njërit nga ju ne ja kemi varur llogarin për qafën e tij dhe ai do t'ja paraqesim të në ditën e gjykimit librin e tij që do ta dëgjej të hapur. Po për këtë Allahu prap na tregon ku na thot: Ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Sadakallahu al-azim. Lexoje librin tënd, ti mjafton si llogaritës kundër vetes tënde. Andaj, gjatë udhëtimit të jetës tonë, me këtë botë duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Si të veprojmë, me çka të punojmë dhe për ku jemi nisur. Me këtë e lut Allahun xhaleshanuhu që gjatë këtij muaji të shenjtë, të muajit të Ramazanit, të na begatoj, se të na fal neve mëkatet tona dhe të na udhëzoj në rrugën e drejtë, të na bëj prej atyre që jetën tonë të kalojmë vetëm në urdhrat e Allahut dhe në respektimin e ligjit të Zotit, të krijuesit të gjithësisë, dhe të shkojmë sipas urdhrave të Allahut dhe sunetit të pejgamberit alayhis salam. E lutim Allahun xhelaluhu, ai është falës e do faljen që të na fal neve. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.